Çdo fest, jo veç 28 nëndorin, po çdo fest unë e festoj. Një shqiponje me 2 krena që i përfason 2 shtete. Qashtë, po normal, 2 shtete. Bashkan edhe simbolizon shumë shtete, se e qatë ditë, që nuk më shenë festa këtu, organizej gazetarët e thuj hadi me shkua gjenë shokëri me varrosh. A u kry? Përshëndetje. Urime festa flamurit tyje kushtrim, urime festa flamurit tyje kameraman. Për hajdi koft. Edhe urime, Inshallah e gëzëni. inshallah, edhe ju, edhe krejt kombi shqiptar. A ka shëret festa flamurit pa të intervistu ty? A javlen. Javlen. Qyshje? Shumë mirë. Sot në këtë ditë, disponimin koj? Pa si do mash fest madhështore, festa flamurit, festa kombëtare, e krejt kombi shqiptar. Po, jo mi knaqën, e ndi vetin, shumë mi knaqën. Po. Kur e ndin ti vetën të knaqëm, edhe ne ndina vetën të knaqëm, po që sot ti je në mosh, a ke ndodh, so festa flamurit i ke festu, i ke prit, qysh ndihesh për kur dhi këto ditat shenjta? Sot i kena 3 festa, e kena ditëlindjen e komandantit legjendar Ademian Sharit, kena ditën e flamurit, edhe e kena çka? Dita e flamurit. Edhe shpadja e Republikës Shqipërisë. Po qaj është? Po flamuri është tjetër, e kena hap një flamur kombëtar, një shqiponje me 2 krena që i përfason 2 shtete. Qashtë, po normal, 2 shtete. Bashkan edhe simbolizon shumë shtete, se një pjesë e madhe shqiptar janë në Qamëri, janë në Preshevë, Bojanos, Medveç, po. Shumë të lisur me tesha kombëtare, çdo fest që vjen ti i ban me to. Tash do të përgjigjem. Çdo fest, jo veç 28 nëndorin, po çdo fest unë e festoj 28 nëndorin, mashlirimit, para luftës e kena festu, po me dyrt në byllur, na konë në okupim. Pra, jo veç festën e flamurit, po në çdo fest, kije qëtu në Prishtinë, çdo fest, javlen. Unë kur jam qu sot prej gjumit e kom di që tyje ka më të ba me veshje kombëtare. E qatë ditë, që nuk më shenë festa këtu, organizej gazetarët e thuj hadi me shkua gjenë shokëri me varrosh. A u kry? Ta zemrë! He, qysh jene?